Volodymyr Zelenski deklaroi se muaji qershor është afati dhe vija e kuqe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë për t'i dhënë fund luftës në Europën lindore. Ai tregoi se do të ketë presion maksimal jo vetëm ndaj Kievit, por edhe ndaj Rusisë, nëse palët nuk arrin dhe bien në dakordsi në një marrëveshje e cila duhet thënë se do të jepte një kredo të rëndësishme Donald Trump përpara zgjedhjeve afatmesme që do të mbahen në Washington. Do të njekim fjalën dhe deklaratën e Zelenskit për të kthyer më pas në studio dhe për të nisur diskutimin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur një afat deri në muajin qershor për arritjen e një marrëveshje mes Moskës dhe Kievit, marrëveshje kjo që do të jepte fund luftës në Europën lindore. Kreu i Shtetit të Ukrainës deklaroi se nëse marrëveshja e paqes nuk do të arrijë deri në fillim të verës, atëherë Shtetet e Bashkuara do të ushtrojnë presion maksimal ndaj të dyja palëve. Associated Press shkruan se Volodymyr Zelenski e bëri këtë deklaratë në një takim që pati me gazetarët e mediave ndërkombëtare, takim ky i cili ishte privat dhe pa kamera. Amerikanët propozojnë që palët përfundojnë luftën deri në fillim të verës dhe sipas gjasave do të ushtrojnë presion pikërisht bazuar në këtë afat, deklaroi Zelenski. Ata thonë se duan të kenë gjithçka të përfunduar deri në qershor dhe do të bëjnë gjithçka për të sjellë fundin e luftës. Duan një plan të qartë për të gjitha fazat, deklaroi presidenti i Ukrainës. Volodymyr Zelenski zbuloi se Shtetet e Bashkuara kanë propozuar që raundi i ardhshëm i bisedimeve trepalçe të zhvillohet javën e ardhshme dhe me shumë gjas këto bisedime do të mbahen për herë të parë në tokën amerikane me Miamin si opsionin më të mundshëm. Rusia po shton presionin mbi Ukrainën për të tërhequr nga rajoni i Donbasit, ku luftimet vijnë të jenë të ashpra. Ukraina ndërkohë ka bërë të qartë se nuk do të pranojë lëshime territoriale nëse vendi nuk merr garanci të forta sigurie. Bërëve në sot me jam në mua në program, Ledion Grisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Grisafi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në program. Gjithashtu bashkohet me ne kolonel Sami Neziri. Kolonel, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në War Report. Ledion, të nisim së bashku, një sër ultimatumesh kanë ardhur nga Donald Trump që prej marrjes pushtetit të tij sa i përket Ukrainës. Më i fundi, kujtojmë se ishte ai vendosjes së Kievit nën presion dhe nën ultimatum për të dhënë fund këtij konflikti deri në fund të muajit dhjetor, ku madje mediat ndërkombëtare nuk nguruan që të shkruanin se Zelenski nuk do të përjetonte krishtlindje të lehta dhe një fest normale për aq kohë sa ky presion amerikan ishte në kulmin e tij për të pasur edhe një dorëzim territorial. Tashmë ka një limit tjetër i cili nuk është aq i afërt, por nuk është as i largët, që sipas Zelenskit është fundi i muajit qershor. Sa realistik duhet jemi në pritshmëritë se palët do të arrijnë këtë marrëveshje deri në nisje të verës dhe mbi të gjitha sa gjasa ka që ky konflikt të marrë fund? Ultimatumi në këtë rast kam përshtypjen mund të jetë për Ukrainën, por jo për Rusinë, sepse deri në qershor Ukraina po mund të bjerë dakord me kërkesat e Rusisë, po vështirë që lufta të përfundojë. Për disa arsye, sepse në radhë parë duhet që një luftë të tillë, le themi, dikush të fitojë, ose situatë jetë në gjendje të tillë ku të jetë totalisht në vend numëro, pra të mos lëvizë asnjëra palë dhe asnjëra palë të mos mendojë se mund të fitojë. Jemi në momentin kur si rusët si ukrainasit mendojnë që luftën mund ta fitojnë. Në të dyja palët dhe ukrainasit mendojnë që luftën mund ta rikthejnë dhe ta çlirojnë territorin që është marrë. Tjetra është fakti që duke filluar nga prilli mendoj që do kemi lëvizje të ushtrisë ruse në terren, përpjekje për të marrë pjesën tjetër të Donjeckut që ka ngelur pa e pushtuar për momentin dhe vështirë që rusët të heqin dorë ose të arrijnë një marrëveshje brenda qershorit, kur sigurisht është një periudhë shumë e rëndësishme, shumë e volitshme për të bërë ofensiva sado të mëdha ose të vogla mund të jenë në Ukrainë, kështu që nuk mendoj se ka një shans lufta të përfundojë në para qershorit, dhe aq më tepër që mendoj që rusët vështirë se mund të bien dakord pa plotësuar kërkesat e tyre maksimale, por jam i denjë që dhe kërkesat e tyre maksimale t'ia plotësojnë nesër Putinit, vështirë se mund të bjerë dakord për të përfunduar luftën, sepse ideja e këndvështrimi i Rusisë është e tillë që mund të marrë 20% të territorit të Ukrainës, por unë mendoj që do humbasin 80% tjetër që nuk është pushtuar nga Rusia, dhe vështirë që të jetë një marrëveshje e mirë për Putinin dhe për rusët, dhe vështirë që Putin të dali para popullit rusë dhe të thotë që kemi bërë 4 vite luftë dhe kaq shumë sakrifica gjatë këtyre 4 viteve, thjesht për të marrë 20% të territorit të Ukrainës, kur 80% që tjetër mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, mund të bëhet një vend i zhvilluar, mund të bëhet një model krejt tjetër. Dhe tjetra është fakti që pse ka pak shanse është që
Unë mendoj që mundësia për të dhënë garanci Ukrainës siç kërkon Ukraina është thuajse zero. Pra asnjë shtet nuk merr përsipër të japi garancit Ukrainës në mënyrë të tillë që mund ta sigurojë Ukrainën që nuk ketë më luftë me Rusinë, sepse të gjitha këto lloj garancie që mund të jepen Ukrainës do të thotë që në të ardhmen mund të kemi një luftë me Rusinë dhe një luftë me Rusinë mund të jetë një luftë e tretë botërore. Dhe kjo është arsyeja pse askush nuk merr përsipër të japë ato lloj garancie që kërkon Ukraina. Dhe në këtë pikë Ukraina, në momentin që nuk merr garancit, vështirë që të firmosë dhënien e territorit Rusisë, dhe unë mendoj që kjo luftë do përfundojë kur njëra prej palëve të fitojë në fushën e betejës dhe të imponohet palës tjetër. Për momentin nuk jemi ende në këtë pozicion. Të dyja palët janë ende duke menduar me idenë që mund ta fitojnë luftën. Dhe për aq kohë sa mendojnë se mund ta fitojnë luftën, nuk kanë ndërmend të bëjnë kompromis. As Rusia jo, pas Ukraina sigurisht nuk kanë ndërmend të bëjë kompromis. E qartë. Ndërkohë, kolonel, një analizë dhe Telegraf ditën e sotme thoshte se Europa nënversoi sërish Rusinë dhe ka gënjur veten, por gjatë këtyre 4 viteve kur ka menduar se ka një supremaci ushtarake kundër Moskës sa i përket çështjes së Ukrainës. Kemi parë një Rusi e cila me hapat ngadalt ka avancuar në Ukrainë dhe kësaj here kthehet një paralajmërim shumë serioz. Vetë ukrainasit thonë se rusët janë kthyer më fuqishëm se kurrë për Pokrovskën, duke treguar kështu një zhvendosje të luftimeve, jo vetëm në aspektin e goditjes civilëve, por tashmë në një tjetër strategji ushtarake të Kremlinit për të avancuar në rajonin e Donetskut. Ku po shkon zhvillimi ushtarak mes këtij konflikti dhe mbi të gjitha sa afër është Rusia drejt marrjes së këtij rajoni etik? Unë besoj që është temë gjatë për ta diskutuar, por do mundemi t'i bjem shkurt. E vetmja gjë që mund ta detyrojë Rusinë të ulet në negociata është ekonomia. Pra asnjë gjë tjetër. Nuk ka dështuar Vladimir Putin. Me thanë të gjithë që do të dështonte, vion ta mbajë në këmbë ekonominë e vendit të tij. Po. Me patarica apo është në këmbë? Ka disa indikacione, edhe do dalim pastaj tek ajo që thonë ju se pse ka patur një ashpërsim të veprimeve në Pokrovsk edhe në ca zona të tjera. Ka indikacione nga burimet brendshme dhe nga ekspertë vendas, po edhe nga biznesi i madh rus, që ekonomia ruse ka filluar të tkurret. Kjo për arsye të zvoglimit të ardhurave që hyn në buxhet dhe rritja e shpenzimeve buxhetore. Pra ka patur një deficit buxhetor. Për arsye që dihet, nafta është ulur në minimum çmimi, po ashtu janë rritur ato kostot e rrugëve e transportit, e rrugëve tregtare, përse janë zgjatur për arsye të kufizimeve, dhe gjitha këto kanë bërë që Rusia, për të mbuluar të deficit, ka përdorur rezervën valutore. Rezerva valutore e Rusisë me fillimin e luftës në 2022 ka qenë 10 trilion rubla. Aktualisht është 3 trilion rubla. Pra është afërsisht 3 herë më pak. Dhe sipas ekspertëve të fushës të ekonomisë financave, dhe ka indikacione edhe nga brenda Rusisë, po të vazhdojë ky trend i ekonomisë, Rusia është në gjendje ta mbështesë luftën jo më shumë se 1 deri në 2 vjet, me këtë ritëm që është sot. Dhe tani çfarë ndodh me këtë? Natyrisht që Rusia do shoh rrugdalje nga kjo, sepse e shikon që situata ekonomike vjen duke u përkeqësuar dhe do vi një moment që nuk e mbështet më dot luftën. Dhe çfarë bën? Do që të fitojë kohë. Pra mund të tregohet pak më agresive se sa zakonisht, si në rastin e Pokrovskit, pra kërkon që ta marrë me çdo kush, pra të përdor çdo lloj rezerve, çdo lloj mundësie që ka, që përpara se të vihet para pamundësisë së mbështetjes luftës, për arsyet e ekonomisë. Dhe besoj që kjo është arsyeja kryesore, me fjalë. Dhe nëse shtrëngohen dhe më tepër sanksionet ekonomike, natyrisht që Rusia do shkojë drejt kolapsit ekonomik. Edhe është vetmja rrugë që Rusia të ulet seriozisht në negociata. Vetëm kjo mund ta detyrojë. Vetëm kjo mund ta detyrojë, por ndërkohë kemi një front i cili mbetet aktiv. Pra, ju thoni që nuk ka mundësi dhe kapacitete ekonomike dhe nëse do të shkonte përballë kësaj gjë do të ulte edhe rendimentin front, por s'po ul rendimentin front. Ka shtuar rekrutimet ushtarake, ka vendosur më shumë trupa. Po shiko, domethënë jo aktualisht. Trendi është i tillë që nëse do vazhdoj, pra maksimum... Kemi 4 vite që themi Rusia do humbë, dhe ndoshta për të qenë edhe pak më të qartë për publikun. Pra nëse po rrezikohet Pokrovsk,
nëse kemi një tjetër destabilitet që ne kemi diskutuar së bashku që ndodhi në rajonin e Zaporizhjes me jugun i cili duket reaktivizuar me një synim afatgjatë Moskës për të bllokuar daljen në detin e Zi nëpërmjet Odesës, pra të gjitha këto janë shenja që ka një avancim, ka një goditje. Ndërkohë kemi edhe një Ukrainë që thotë se na kanë larguar pra më shumë se 200.000 ushtarë kanë abdikuar nga fronti, janë larguar pa marrë leje. Domethënë, të gjitha këto janë problematika reale dhe duket sikur nuk ka një plan të qartë për ta ndalur Vladimir Putin, përveç se bindjes ndaj disa kërkesave të cilat nuk janë të duhurat për Ukrainën. Shikoni, unë prap insistoj tek ajo që është ekonomia e para, e dyta burimet, probleme me rekrutimin ka dhe Rusia, ka dhe Ukraina. Por përveç burime financiare, për të mbështetur luftën, Rusia, po flasim tani për Rusinë, sepse ajo është kryesorja që ka vendosur kushte për të ulur negociata, pra do Donetskun patjetër, të plot. Ka probleme me rezervat. Deri tani Rusia ka përdorur rezervat në armatime dhe municione nga stoqet e ish Bashkimit Sovjetik. Pra ka patur në stok të vjetra, natyrisht të hequra nga përdorimi, por të ruajtura, ka patur rreth 13.000-14.000 tanke që aktualisht janë përdorur, pra ka patur rezerva tilla që i ka mbuluar humbjet në front. Tani ka ardhur një moment që këto stoqe kanë mbaruar, nuk ka më stoqe. I ka harxuar gjitha, të 54, të 62. Po tankat nuk përdoren më për momentin në Ukrainë. Jo, duhet dalë një pikë tjetër. Tani, kapaciteti prodhues i industrisë ushtarake ruse, pra ritmet, kapaciteti prodhues, nuk e përballon dot ritmin e luftës, pra qoftë të shpenzimeve të raketa, qoftë edhe të asgjësimit të sistemeve të ndryshme të armatimit. Pra ky është kolapsi që duket në horizont, nuk është, pra deri tani është mbajtur me rezervat që ka patur stoqet armatim municioneve, është mbajtur me rezervën valutore që e theksova, që ka qenë 10 trilion rubla në fillim, tani është 3 trilion, pra është përdorur rezerva valutore, për të mbështetur luftën, sepse është kurrur ekonomia. Ky është tregues. Dhe tjetër janë burimet njerëzore. Pra, natyrisht që të dy palët kanë stres në këtë problem, në rekrutim, por Rusia e ka shumë të madh. Pra ju mendoni që stresi i rekrutimit është më i madh tek Rusia, që është një komb 4 herë më i madh se Ukraina të paktën? Është tek Ukraina problemi i madh, nuk është tek Rusia. Në kuptimin, natyrisht që ka burime njerëzore më shumë. Rusia. Dhe unë kam një Rusi e cila ka thyer çdo liq ka afrikan që po i dërgon atje në luftë për të kryer sulme kamikaze. Vitin e kaluar ka 13.000 koreanë verior që shkuan vitin e shkuar. Vitin e kaluar kanë qenë 204.000 persona në Rusi që kanë shkuar në Ministrinë e Mbrojtjes dhe kanë firmosur për të marrë pjesë në luftën në Ukrainë. Vitin e kaluar. 204.000. Shifra zyrtare. Mbase kanë qenë financat që i kanë tërhequr, natyrisht, po prap dua të theksoj këtë tjetrën. Humbjet e Rusisë janë shumë të mëdha. Pra, shikoni, vetëm në muajin e kaluar, humbjet që ka psuar Rusia në një muaj janë më të mëdha se rekrutimi për këtë muaj. Pra dhe ky është një problem që do ta ketë, e ka aktualisht dhe do ta ketë. Dhe se çfarë ndodh nëse rekruton sot nga pikpamja ushtarake dhe çon në front një ushtar që ka bërë një stërvitje minimale 2-3 muaj dhe e çon në front, ai nuk është ushtar që në aspektin strategjik nuk do të shpërbente Moskës, por është numër, është aty. Natyrisht është numër, po ato numra po konsumohen dhe ka shifra, po bëhen një shpërtop. Ka shifrat më të mëdha të humbjeve që nga me fjalë janë të krahasueshme me luftën e dytë botërore. Mirë, një pyetje dhe dua një përgjigje shumë të shkurtër nga ana juaj, kolonel. Patëm raportime për 200.000 rusë cilët janë larguar ose le të themi janë eliminuar nga fronti i betejës, të vrarë të plagosur. BBC dhe produkti i tyre me media zonën në Rusi tha që shkojnë në 314.000 kjo shifër pas verifikimeve të fundit, ndërkohë kam një Zelenski që thotë se kam vetëm 55.000 ushtarë të vrarë në luftën kundër Moskës. Sa të besueshme janë këto shifra, sipas jush? Shifra gjithmonë tani në kohë lufte, shifra do bëhen qarta mbas luftës. Në kohë lufte natyrisht të dy palët nuk japin shifrat sakta, sepse kjo është pjesë e narrativës së luftës, pra nuk mund të thojë njëra palë që unë kam psuar humbje drastike. Natyrisht që do mbaj moralin, pra do jap ato shifra që janë të pranueshme. E qartë. Ndërkohë, Ledion dua një koment shumë shkurtër për të ndalur edhe tek ky zhvillimi i cili pasi
diskutuam javën e shkuar dhe më thej që asnjëra prej palëve nuk po kryen ato sulme të mëdha siç ka kryer dikur, me Ukrainën që ka vrarë udhëheqës lart ushtarak dhe Moskën që ka goditur objektiva të rëndësishëm strategjik, por edhe energjetik. Patëm një tentativë për të vrarë një general të lartë Kremlinit të premten e kaluar dhe kemi arrestimin e një personi i cili akuzohet se si pensionist ka bashkëpunuar jo vetëm me Ukrainën, por edhe me Poloninë. Apo dështon strategjia e Ukrainës për të eliminuar këtë udhëheqje të lartë ushtarake? Jo, mendoj se strategjia e Ukrainës ka qenë suksesshme deri diku, pavarësisht se personi nuk është vrarë në këtë rast, po të tjerët janë vrarë para tij. Dhe aq më tepër që personi këtë radhë ka qenë numri 2 i shërbimit inteligjent ushtarak rus, GRUS, gjë që do thotë se të arrish në nivel kaq të lartë është një dështim i shërbimeve ruse. Pra kur numri 2 i shërbimit inteligjencës ushtarake nuk arrin dot të mbrojë veten dhe nuk arrin dot si thua të jetë i padukshëm për palën tjetër Ukrainës në kohë lufte, do të thotë ky është dështimi i shërbimeve inteligjente ruse, të cilat edhe në raste të tilla kanë dështuar. Pra nuk mund të shkosh ti në kohë lufte Ukraina të shkojë të vrasë ose të tentojë të vrasë numrin 2 të inteligjencës ushtarake ruse. Pra është një nivel shumë i lartë. Supozohet që një person i tillë këtë mbrojtje maksimale. Jetë i pakapshëm rreth parë dhe të jetë i paarritshëm nga personat të tillë. Dhe aq më tepër që të vritet duke dalë nga shtëpia dhe një prej arsyeve pse kishte arritur të mbijetonte deri për momentin sepse gjendja e tij është ende jo shumë e qartë. Ishte sepse ai vetë generali ishte përleshur me atentatorin, pra në përmbledhje sipër kishte arritur të mënjanonte goditje të tjera që mund të kishin qenë fatale në këtë rast. Pra goditja në niveli kaq lart është sukses pa diskutim për Ukrainën, por kemi thënë herë të tjera që Ukraina ka shumë të lehtë rekrutojë brenda Rusisë për shkak të gjashmërive shumë të afërta mes popujve, për shkak të njohjes shumë të afërt mes popujve, për shkak të faktit që edhe personi që është arrestuar ka në shtetësi si ukrainase si ruse, por unë këtë rast e shoh si dështim shumë të madh të inteligjencës ruse, pra vazhdon dështimet e tyre nëse nuk arrin dot të mbrojnë në nivel kaq të lartë personelin e tyre. Kjo është një dështim sigurisht i konsiderueshëm. Një dështim, po Kolonel. Po, shtoj diçka, që një thjesht një nuancë. Zyrtarisht, Ukraina nuk ka pranuar asnjëherë që ka patur objektiv zgjësimin e personalitetet apo figurët ndryshme në... Zyrtarisht nuk e pranuar. Mediat e kanë dhënë. Zyrtarisht nuk e pranuar. Jo, Kijevi ka pranuar në paktën 3 raste që mund të numërohen nga 8 prej këtyre atentateve. Mediat Ukrainës se po. Jo, ka pasur dekrata edhe nga Ministria e Brendshme e Ukrainës, e cila ka deklaruar sulm hakmarrës, duke thënë që kjo është hakmarrja për çdo që le të themi guxon dhe harton strategji për të vrarë civilët tonë. Po, duhet dalë diku tjetër. Kryesisht, gjithë këto persona që janë vrarë në Rusi dhe nuk ka, me fjalë siç e përmendi, me fjalë nuk ka dështuar. Të gjithë këto persona kanë qenë të akuzuar për krime lufte, ose kanë abuzuar me robërit e luftës, ose kanë kryer krime lufte ndaj civilëve kur kanë qenë në Ukrainë. Dhe nuk ka dështuar asnjëherë ndaj këtyre objektivave. Ndërsa generali në fjalë, që është numri 2 i shërbimit sekret rus, nuk rezulton të ketë një akuzë të tillë. Dhe ka patur, pra mendohet që është një spekulim. Dhe ka pas edhe të dhëna kontradiktore, sepse janë burimet kryesore, referuese janë burimet ruse që ja lënë Ukrainës dhe Polonisë në bashkëpunim. Por burimet pavara nuk ka që ta konfirmojnë, por kjo është e saktë që nuk është i akuzuar nga Ukraina për krime lufte. Natyrisht ai ka kryer duke qenë... Qartë, ka qenë ndoshta le të themi në çështje strategjike dhe më të rëndësishme. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë për të diskutuar mbledhjen e parë të Bordit të Paqes, ku Shtetet e Bashkuara sipas Axios kërkojnë një konferencë donatore. Kush do të paguajë për rindërtimin e Gazës dhe sa do të zgjasë ky proces e sa pranë jemi drejt paqes reale. Të gjitha këto menjëherë pas publicitetit.